1780 subjekte të reja janë regjistruar për herë të parë gjatë muajit mars në vend, duke reflektuar një rritje të aktivitetit të biznesit. Sipas të dhënave zyrtare nga Qendra Kombëtare e Biznesit, krahasuar me mars 2025, kur u regjistruan 1565 biznese të reja, vjet re një rritje me rreth 13.7% më shumë. Struktura gjeografike vijon të dominohet nga Tirana me 986 subjekte, e ndjekur nga Vlora, Durrësi dhe Fieri, duke konfirmuar përqendrimin e aktivitetit ekonomik në zonat urbane dhe bregdetare. Në aspektin e pronësisë, bizneset me kapital 100% shqiptar përbëjnë pjesën kryesore me 1562 subjekte, por edhe subjektet me kapital të huaj dhe të përbashkët vijojnë të rriten. Forma ligjore më e përhapur mbetet personi fizik me 1291 regjistrime, i ndjekur nga shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar 482, duke reflektuar një strukturë tipike të sipërmarrjes së vogël dhe të mesme në vend. Sa i përket sektorëve, aktivitetet kryesore ku janë përqendruar regjistrimet e reja janë tregtia me shumicë dhe pakicë, 386 subjekte, akomodimi dhe shërbimi ushqimor 261 subjekte, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 180 subjekte, informacioni dhe komunikacioni 173 subjekte dhe ndërtimi 159 subjekte. Një tregues i rëndësishëm mbetet edhe pjesëmarrja e grave në biznes, ku gjatë muajit mars 2026 janë regjistruar 568 subjekte të administruara nga gratë, duke reflektuar një përfshirje në rritje. Në regjistrin e lejeve dhe licencave janë regjistruar gjithsej 179 leje dhe licenca, nga të cilat 153 licenca dhe 26 leje. Sektori i shërbimeve shëndetësore, aktivitetet e transportit dhe turizmi vijojnë të kenë peshën kryesore në këtë regjistër. Ndërkohë në regjistrin e pronarëve përfitues janë regjistruar 505 subjekte, duke reflektuar vijimin e procesit të transparencës dhe i përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare për identifikimin e pronësisë reale. Në total, gjatë muajit mars 2026 janë regjistruar 11.784 aplikime në 3 regjistrat, çka përfaqëson një volum të lartë aktiviteti administrativ dhe një rritje krahasuar me mars 2025. Këto të dhëna konfirmojnë një zhvillim të qëndrueshëm të sipërmarrjes në Shqipëri, si dhe rolin e QKB-s në lehtësimin e procedurave, rritjen e transparencës dhe mbështetjen e formalizimit të ekonomisë.